çfarë ndodh në të vërtetë me një femër? Gjithë problemi qëndron tek kjo balanca hormonale e saj. Atëherë, kuptohet që kjo testosteronin nga vetë natyra e ka tulur. Vazhdoi më tutje me estrogenin dhe progesteronin, edhe këto fillojnë që të çekuilibrohen, nuk janë më si dikur më përpara. Atëherë, kjo detyrimisht që do të na japi një dobësim të strukturës kockore. Veç ndryshimeve të tjera në sistemin nervor, në anën hormonale të saj e të tjera. Po këto mund t'i parandalojmë përpara se të kalojmë në fazën e menopauzës? Po, sigurisht që po. Neve çfarë do të bëjë një grua në prag të perimenopauzës, ta fillojmë që te perimenopauza, për të ruajtur shëndetin e kockave? Më pakta, që ka edhe estrogen natyral, është tërfili i kuq, besoj është kjo këtu, çaj tërfilit kuq, dhe plot i mbushur me polifenole, dhe estrogen natyral. Atëherë, nëse tendenca e estrogenit është që t'ulet, ne me këto produkte natyrale e ngrejmë. Nëse është ajo tendenca që testosteroni të na ulet, edhe tek meshkujt, po marrim pak fruta të thata, që në brendësi të tyre, në atë pak volum kemi shumë kalori, por kemi edhe atë mundësin që kjo të na rrisi estrogenin dhe testosteronin.